Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi këtë të shtunë, me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, si gjithmonë, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Njëherët doja t'ju përshëndes të gjithëve, dua t'ju uroj një ditë të bukur, një ditë me energji të mirë, dhe le të nisim avash avash duke analizuar ngjarjet edhe duke zbuluar në fakt detajet hollësishme se çfarë do të ndodhë sonte në Prime-in e radhës. Prime-i i radhës është një Prime në fakt që sonte do të ketë shumë dinamika. Do të fillon me një përmbledhje të lojës së Kristit, banori i cili u largua nga shtëpia e Big Brotherit. Tani pikpyetja e madhe është a është larguar me dëshirën e tij, sepse ka tentuar disa herë për ta bërë këtë gjën, apo është përjashtuar. Ku themi përjashtim, mund të ndodhë që Krishti mund të ketë shkuar në dhomën e rrëfimit dhe mund ta ketë tepruar në fakt me produksionin, sepse në hapje të promos së Big Brotherit sonte se çfarë do të ndodhë, domethënë, shfaqet një video ku Krishti pikërisht atë natë bisedon me kamerën në verandë. Domethënë ka qenë një moment para se Krishti të ikte brenda në dhomë me brikenën që e përqafoi për herë të fundit në verandë. Domethënë, siç duket aty ka ndodhur një gjë dhe produksioni më pas e ka thëritur në dhomën e rrëfimit, nga që Krishti edhe në orën 4 të mëngjesit, kur Rogerti u rrëzua në kuzhinë, ishte me xhup. Domethënë banorët nuk flenë me xhup, veshin pizhamet, futen në krevate dhe flenë. Por Krishti ishte me xhup. Domethënë ka ndodhur një diçka mes Krishtit si personazh vetë domethënë ai dhe produksionit. Unë kështu e shoh sepse të kthye rregullore për t'u përjashtuar nuk ka thye rregullore. Ndoshta mund të ketë ofenduar produksionin me ndonjë fjalë shumë të rëndë që e ka bërë me vetëdije, vetëm e vetëm për t'u larguar nga shtëpia. Domethënë sonte do të zbulohen detajet në fakt se përse Krishti është përjashtuar. Tani, a do të jetë Krishti sonte në studio për të folur për faktin përse u përjashtua, sepse nuk ka qenë prezent në asnjë nga emisionet e televizionit Top Channel, nga që banorët në momentin kur largohen nga shtëpia, të detyrueshme sipas kontratës së nënshkruar, domethënë, e kanë që të takohen me producentët dhe më pas domethënë të kalojnë nëpër intervista të ndryshme që ky televizion posedon emisionet, por Krishti nuk ka bërë një gjë të tillë. Domethënë ndoshta sonte ekskluzivisht Krishti do të jetë në studio, por nuk është një paralajmërim dhe derisa nuk është një paralajmërim, kjo nënkupton që Krishti nuk do të jetë prezent, vetëm se do të shfaqet një video që do të tregon arsyen përse Krist Lamaj e ka lënë lojën në këtë pikë. Domethënë jemi afër ditës së 65, tashmë ku tensionet rriten më shumë, ku loja bëhet më e fortë, Krishti vendosi që të largohet. Më pas Krishtit do të flitet krisja e marrëdhënies mes Brikenës edhe Mateos. Domethënë Mateo dhe Brikena kanë patur disa ditë, le të themi, të ftohta mes tyre, por që në fakt kanë kaluar, nuk është se kanë qenë ditë shumë të egra. Mateo dhe Brikena për këtë çështjen, dhe nuk e di pse duhet të diskutohet edhe në Prime kur realisht u diskutua mes tyre, domethënë Brikena dhe Mateo e kanë sqaruar këtë gjën teksa ishin të ulur të dy së bashku në dhomën e grimit dhe kanë folur arsyen përse Mateo ishte shumë i mërzitur dhe përse Brikena nuk është se ishte afruar për ta pyetur se çfarë ndodh me ty. Tani domethënë këto gjërat realisht janë të sqaruara. Dhe arsyeja që këto gjëra po përfliten përsëri, mendoj që Mateo ose Brikena do të marrin vesh apo do t'ju shfaqet atyre të dyve në një video se çfarë është folur në dhomën e rrëfimit për njëri tjetrin. Por unë e shoh që Brikena dhe Mateo kanë ndërtuar një marrëdhënie jashtëzakonisht të bukur, sidomos nga nata e mbrëmshme Brikena është shumë e lumtur për fjalët që Mateo i tha, por përsëri ka një lloj muri realisht në këtë mes që e largon apo e mban të ftohtë këtë çift. Më pas ka për herë të parë banorët do ta zbulojnë përmbajtjen e kutisë së Pandorës. Domethënë banorët do të zbulojnë
një përmbajtje të kutisë së Pandorës. Do të kenë fatin ta zbulojnë këtë përmbajtje, do të thënë sonte në shtëpinë e Big Brotherit kemi një kuti Pandore, një kuti që siç duket do të ndikon qartazi tek grupet, do të ndikon qartazi në lojën e ndërtuar brenda kësaj shtëpie, sepse tashmë dinamikat kanë nisur shumë të zjarrta, për shembull ditën e sotme banorët e kanë nisur zjarr duke u kapur dhe u ofenduar me njëri tjetrin. Kemi një takim emocionues, do të thënë sonte është linja e jetës së Rogertit dhe kemi një surprizë për të që unë jam i bindur që takimi i Rogertit me Rogertin do të jetë Engji, sepse Engji ka udhëtuar nga Londra dhe ka ardhur në Shqipëri për të qenë pjesë e Top Albania Big Brother Radio dhe mendoj që në të gjithë në këto pikpyetjet në fakt që janë ndërtuar jashtë shtëpisë së Big Brotherit, mendoj që Engji do të ishte pika ideale që Rogerti do të qetësoheshte dhe do të merrte atë edhe një herë atë energjinë e bukur. Mendoj që sonte bashkëshorti i tij do të jep një lloj surprizë interesante, më thënë sonte në fokusin kryesor, më pas më thënë duke përfshirë edhe situatat e tjera, për shembull ngjarje që do të ndodhin ditën e sotme patjetër që të diskutohen, por në fokusin kryesor, më thënë kemi Kristin, largimin e Kristit nga shtëpia, arsyen pse u përjashtua, më thënë është përjashtuar që në kupton ka thyer rregullat, kemi Mateon dhe Brikenën, marrëdhënia e tyre, çiftëzimi i tyre, mendoj që sonte Brikena do të tregoj më shumë nga vetja e saj në raport me këtë lidhje. Kemi një kuti Pandore, që kutitë e Pandorës janë shumë të rëndësishme brenda shtëpisë dhe në fakt banorët i presin si diamant kutitë e Pandorës, nga që kutia e Pandorës ndryshon rrjedhshmërisht lojën dhe më pas kemi domethënë edhe surprizën e bukur që do të merr Rogerti, një surprizë që e di që Rogertit do t'i ndihmon jashtëzakonisht shumë dhe ndoshta ato informacione do t'ia ndryshojnë pak lojën Rogertit për të nxjerrë atë që ne duam të shohim te Rogerti. Ne kemi thënë që Rogerti është njeri i mirë, por nuk e luan lojën ashtu siç duhet. Në fakt nuk e përzgjedhën rrugën e drejtë të tij, rrugën e mirë të tij. Sonte i kemi të gjitha këto, do të thënë sonte kemi rrugtimin e Rogertit, sonte kemi lojën e Rogertit dhe në të gjithën këtë lojë do të kemi gjëra të bukura, do të kemi befasi, do të kemi interesat ku banorët në fakt do të përfshihen mes njëri tjetrit. Mendoj që do të jetë një prime fantastik, mendoj që do të jetë një prime entuziast, mendoj që do të jetë një prime i cili do të na falën vetëm energji të mirë dhe pozitivitet. Le të shohim se çfarë do të ndodhë brenda kësaj shtëpie. Takohemi me video të radhës.